Përgjigjen e meritur. Ju e pat, ishim në një marshim paqësor dhe marshimi ynë paqësor u shkelmua kushtetuta, u shkelmua çdo gjë, u bllokua rruga dhe këta në mënyrë absolute do të marrin përgjigjen e merituar. Këta kanë kryer një krim të shëmtuar sot, sepse ne po bënim marshimin ton. Marshim paqësor në kuptimin e vërtet fjalës. Po Edi Balluku dhe Lubi Rama në këtë tokë vend nuk kanë pashkuar para ligjit. Nuk u lejuat para ministrisë së brendshme. Do të jetë aty Ramës. Nuk u lejuat para. Ata blokojnë bulevardin. Ne do përgatitemi për të gjitha format edhe i garantoj që e kanë të humur. 100%. Turpe, mbrojnë 2 kriminalë si Edi Rama dhe Lubi Balluku. Mbrojnë Linda Ramen dhe Mirlindën e Akshit. Mbrojnë hajdut të shpërftyruar të këtij kombi. Dhe këte bën një mercenar që do ju tregoj